fakturë për qarkullimin e tyre. Nga ana tjetër, sot në komisariate ndodhen rreth 1 milion euro në vlerë monetare, monopatina të sekuestruara nga policia që nuk janë kthyer qytetarëve të marrë. Pra shpronë e tyre e marrë nga policia në formë në sekuestrimit dhe mbahet aty. Së treti janë qindra, ose them dhjetra të paktën biznese të monopatinave që nuk u njoftuan për këtë udhëzim më përpara dhe janë përgjithsisht të rinj, të cilët kanë marrë guximin, kanë marrë kredit, kanë marrë iniciativën që të hyjnë në një treg të ligjshëm dhe të lirë për të bërë pjesë dhe për të shitur këto monopatina të cilët janë dëmtuar ekonomikisht nga ky udhëzim i ministres. Dhe për asnjë nga këto raste nuk është mbajtur përgjegjësi. Qartë. Rigelc, në parim, ju jeni dakord, bini dakord se është nevoja për një formë rregullimi për mënyrën se si duhet përdoren monopatinat, por edhe se si duhet qarkullojnë ato? Tani shiko, ti shkojmë pra pak argumentit të ministres. Arsyeja pse janë bllokuar monopatinat, sipas saj, është sepse kanë shkaktuar 100 aksidente rrugore. Atëherë, po të shkojmë në këtë logjik, gjatë 5 viteve të fundit, me makinat në qarkullimin rrugor, janë shkaktuar 8.000 aksidente, janë shkaktuar 6.000 të plagosur dhe mbi 1.000 të vrarë, pra bilanc lufte. Atëherë, kush është zgjidhja? Duhet që të heqi makinat nga qarkullimi, pra mos ketë më makina dhe të mos ketë më aksidente? Jo. 88% e këtyre aksidenteve janë shkaktuar si pasojë e drejtuesve të tyre, pra gabimeve të drejtuesve të tyre. Dhe sigurisht që ne e dimë që korrupsioni në policinë e shtetit, në qarkullimin rrugor është shumë i përhapur. Atëherë, sigurisht që ne jemi pro rregullave dhe pro rregullimit të tyre dhe këtë e kemi propozuar. Në dijenin time ka propozuar dhe një deputet në Kuvendin e Shqipërisë, por nuk është marrë parasysh, një rregullim që të jetë ashtu si në vendet e Bashkimit Evropian, të mos kalojë shpejtësia 25 km/h, të përdoret mbrojtëse për kokën apo korsitë e biçikletave të jenë të dedikuara edhe për këto monopatina. Pra ne nuk po shprehemi kundër rregullave, po ne po jemi kundër bllokimit total të qarkullimit të tyre. Pse? Së pari, këto mjete i lehtësojnë ekonomikisht qytetarët, pasi ka shumë linja që nuk mbulohen nga autobusi apo nga transporti publik, ka shumë qytetarë që e kanë të pamundur të qarkullojnë me makinat e tyre private, sepse i krijon një kosto të lartë dhe sigurisht edhe në vazhdën e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian ne nuk mund të shkojmë tek nafta, por ne duhet të shkojmë tek ato burimet që janë ekologjike për mjedisin dhe monopatinat janë një ndër mjetet cilat nuk e ndotin mjedisin. Pra nuk është marrë fare parasysh ky fakt. Por është marrë parasysh vetëm fakti që këto bëjnë aksidente t'i heqim. Pra edhe njerëzit në rrugë nëse vriten me njëri tjetrin atë t'i heqim dhe njerëzit. Pra është një logjikë e cila nuk qëndron në opinionin tonë. Qartë. Rigelc, nëse nuk ka një reagim, e themi në orë të para, mbas protestës, çfarë do të ndodhë? Sigurisht që ne do përdorim mjetet dhe metodat ligjore në këtë aspekt, ende nuk janë zhvilluar procese gjyqësore për të goditur urdhrin e ministres, për të kthyer patinat e sekuestruara, po dhe për të kërkuar dëmshpërblim për ato monopatinat cilat janë degraduar tashmë prej 4 muajsh në komisariate dhe për ato bizneset cilat janë dëmtuar nga udhëzimi i ministrit. Nuk mund të marrë vendime dhe të mos mbash asnjë përgjegjësi në këtë vend. Pra, policia po kap të mitur, dhe për këtë kemi informacion nga familjarët e tyre, 16-17 vjeç, po i mban në paraburgim sepse i ka kapur me monopatina. Ndërkohë, në lajmin tuaj të parë, pat se është aksidentuar për vdekje një 7 vjeçar dhe policia nuk e ka kapur autorin. Kohën që fliste ministrja e brendshme për ndalimin e patinave, u vran 2 persona për parkimin në Tiranë. Dhe asnjëri prej autorëve nuk është kapur ende. Pra, policia e shtetit është e fokusuar dhe ka targetuar si armik monopatinën, ndërkohë që armiku në të vërtetë është mosbatimi i ligjit. Pra mjeti nuk është fajtor, fajtor është autori i cili te i kalon rregullat, fajtor është edhe policia apo ata cilët janë të obliguar dhe paguhen që të mbajnë një lloj rregulli në qarkullimin civil. Qartë. Rigelc, faleminderit. Faleminderit ju.